ka rëndësi se sa prezantime PowerPoint-i dhe se sa ligje miratohen. Rëndësi ka çfarë ndryshimi sjellin këto në Shqipëri, çfarë impakti kanë këto te komuniteti i biznesit, tek familjet shqiptare, se çfarë procesi konsultimi ne kryem, sa gjithëpërfshirës është ky proces konsultimi, sa kohë i lëm parlamentit për të debatuar dhe për të diskutuar për reformat e vërteta për të cilat sot Shqipëria ka nevojë. Pa transparencë, pa llogaridhënie, çdo ligj është vetëm një dokument i zbrazët. Qeveria ka marrë një sër detyrimesh si pjesë e pozicioneve negociuese dhe e interim benchmark krahas të gjithë diskutimeve që po ndodhin sot edhe me Komisionin Evropian. Po më vjen keq që të them që një pjesë e këtyre angazhimeve janë duke shkuar në drejtim të kundërt me marrëveshjen e stabilizim asocimit. Më lejoni të përmend që rasti i aeroportit të Vlorës, një aferë e cila sot po debatohet gjerë në diskutimet publike këtu në Shqipëri, porti i Durrësit janë shembuj të shkeljeve të marrëveshjes të stabilizim asocimit. Nga ana tjetër një sër ligjesh që janë duke u miratuar nuk janë as në frymën dhe as në gërmën e legjislacionit Bashkimit Evropian. Ligji i investimeve strategjike, paketa e maleve, korporata e investimeve, ligji për menaxhimin e mbetjeve, janë ligje të cilat me të vërtetë cënojnë një sër parimesh duke nisur nga konkurenca, të cilat nuk duhet as të diskutoheshin në Shqipëri në këtë moment.